Përshëndetje, jemi edhe sot tek Bierit i bjem. Unë kam të ftuar sot Albanin DJ nga Librazhdi. Alban, faleminderit që pranove të vish sot. Faleminderit juve që na ftuat në emisionin Birës është për ti birë. Birës është për ti rënë. Për gjithë ata që na shikojnë nga ekrani, janë kurioz të dinë si ti ke filluar karrierën tënde dhe a jeni ju nga këta DJ që keni kosto të shtrenjtë pra për gjithë ata që të ftojnë në evenimente. Kjo është pyetja e parë e gjithë shqiptarëve, sa lek merr vlla. E kuptoj shumë mirë, kosta është jo shumë e shtrenjtë, sepse do të bëjnë në një tolerancë, siç e dim Shqipëria është sigurisht. Dalim gjithë kushërinë parë, po bravo, dhe gjithë faktikisht kur na pronotojnë ose që bëjnë pronotimet, na pyesin, na ka sjell filani, na ka thënë filani si që ta ulin disi pazarin që kemi. Për ta nisur kemi nisur vitin 2011, ka qenë shumë e vështirë, për mua shumë e vështirë, isha shumë i vogël, makinë s'kisha, vegla muzikore s'kisha, pajisje s'kisha, mendimin e babait tim, me të thënë A morë ndonjëherë lek bërç drejtën për sinqerisht kam marrë kredi, mos ta gëzoj jetën, po kur kam bler ata kam marrë kredi dhe ka qenë shumë gjë e çuditshme. E kemi nis me shumë pak evente, mos them 7 deri në 10 evente vit. Nga këta nuk ishin vetëm dasma, se pjesa më e madhe e ime është që të merrem me dasma. Ishin jo parte rinore, jo ditëlindje, jo në gëzim familjar i vogël, nuk ishte se i kishe në dasmë o diçka e madhe fitim prurse që të sillte më shumë para. Edhe ç'a ofron më shumë ti si DJ nga një këngëtar i ftuar në dasmë? Okej, atëherë këtë dua ta them dhe ta shpjegoj herë për gjithmonë, sepse gjithë kështu thonë çfarë jep ti më shumë se sa një këngëtar. Këngëtari ka bërë një karrierë për 5 deri 10 këngësh. Nga ta 5 deri 10 këngë 2 janë të hit. Sigurisht. Po. Kurse unë aty kam një arkiv për 1 milion muzikash, për 1 milion këngëtarësh, edhe mund të vendos vetëm këngën hit të njërit këngëtar. A ka Albani një rast që ka shkuar në një familje ose në një eveniment pa pagesë? Po. Dua të rregoj një rast konkret. Kjo quhet, nuk duhet ta bësh dhe shumë show, por nuk e bëj për show, por nuk e di, ka qenë viti 2015, data 10 korrik, unë në pushimet i bëj 25 qershor, 5 korrik. Dhe ishte më marrë në telefon i zoti që kishte dasmën, martonte vajzën dhe thot Alban, kam dasmën datë 10 korrik, e kisha të pronotuar, gjitha ishte e rregullt. I them okay, do ta bëjmë, po mua më ka ndodhur diçka më thon. Po i them, mu ka djeg shtëpia. Wow. Aty sinqerisht unë ndjeva shumë keq. Sigurisht. Po i thash nuk do ta bëjmë dasmë. Jo, tha mos mendove që është djeg shtëpia dhe nuk mund ta bëj unë dasmën, mos ma zësh si datë. Jo, s'ka marrë vesh asgjë, thash po më vjen shumë keq, po dasmën do ta bëj. Kam shkuar, kam bërë dasmën dhe në fund fare kur kemi pas për pjesën e pagesës kam thënë aq sa lek marr unë kjo dasmë, ti blej thjesht diçka për shtëpinë e re që do marrësh ose që do bësh. Një gest shumë i mirë kjo. Po sinqerisht e kam bërë. Përveç së dasmave, sigurisht në zonën tënde, Librazh dhe rrethinave tuaja, je prezente në Tiranë, në qytetet e tjera të Shqipërisë? Po thuaj se të flasim me këmbë tokë, jemi në gjithë Shqipërinë. Ama më shumë jemi në pjesën kur janë nga Librazhdi më origjinë. Flasim Tiranë ka shumë nga Librazhdi. Flasim për Durrës ka shumë nga Librazhdi. Flasim për në Fier, për në Vlorë që ka shumë nga Librazhdi, që janë nga Librazhdi dhe janë tigur. Edhe ata thjesht duan që ta kenë muzikën e vendit tyre dhe të luajnë muzikën e Librazhdit. Thjesht duan që të jetë një familje tropojane që ti të merresh si DJ. Me fonim basën ka marrë për DJ. Jo. DJ vetëm një herë më ka marrë një familje Kupsi. Ka qenë super vështirë për mua, por jam argëtuar shumë sepse ishin shumë njerëz me kulturë dhe nuk thonte kurrë njëri që ndroje këtë muzikë ose s'na pëlqen kjo ose s'na pëlqen kjo. DJ-ja duhet të jetë DJ universal apo më shumë tek ato zonat e veta që ndjen vërtet muzikën shpirtërisht? Faktikisht për punë lekësh duhet të jetë universal. Që të kënaqet, që të argëtohet dhe që ta bëjmë punën ashtu sikur është për të bërë, duhet të jetë i zonës vet. Si mund të gjejnë ata që interesohen për të pasur kontaktet tua? Sot për sot që ti jesh sa më lart duhet të kesh marketing.
Sigurisht. Unë marketingun jam shumë mirë, besoj. Siç e din shumë, rrjetet sociale, TikTok, Instagram, Facebook, që ka qenë nga të parët tanë kur ishim 2011-2012, edhe kontaktojnë gjejnë gjithante. Një numër kontakti do ta jepje për gjithë ata që na shikojnë nga ekrani? Pse jo, pse jo. Sigurisht është marketing dhe pse jo mund t'ja japësh. Mund të më gjini në numrin e telefonit 068 51 32 901. A ndodh që të gacmojnë vajza shpesh, që ti e le numrin kudo, ti je familjar me sot i unë. Po, unë jam i martuar, jam familjar, ndodh shumë shpesh dhe nuk është që neve të na kërkojnë numrin. Ne fatmirësisht ne kena një tavolinë që kena me logo aty DJ Albani, me Instagram, me Facebook, me TikTok. Edhe gjëja më e madhe që është numri i telefonit. Gjejnë fare kollaj. Na ngasmojnë, por janë kalimtar. Janë kalimtare? Po. Si reagon ti në kështu rastesh? Faktikisht si reagoj. Është çike vështirë kjo pjesa ime sepse un kam një kompjuter shtëpi që e mbajmë si gjithë tjerë një kompjuter shtëpi dhe aty është e hapur si Facebook, si Instagrami, si WhatsApp janë gjithë të hapur. E bilës kur s'kam unë kohë është dikush tjetër që kanë përgjigje. Unë dua të falenderoj shumë që ti ishe sot me mua, shpresoj shumë që ti të kesh punë pa fund edhe kryesorja shëndet e lek themile. Shëndet dhe familje se lekët vinë. Shkojnë e vinë? Po. Po punove, shkojnë e vinë. Faleminderit shumë që ishe sot me mua. Faleminderit Silvana.